Po kjo? Këtu kam qenë në përvjetorin e vrasjes Palmelyshit. Prandaj që ajo mbrapa? Po, ajo është lapidari Palmelyshit. Do të kem qenë nga viti... Çfarë detyre kishit ju aty? Kam qenë kryetar komiteti. Kryetar komiteti? Po. Kjo këtej është gruaja Bardhok Bibës. Kjo është gruaja Bardhok Bibës? Kush e vrau Palmelyshin? Palmelyshi nuk sot e kësaj dite për mua është enigme. A është vrar nga banda apo a vrar nga përplasja e sigurimit me bandë? Tani e vërtet është që ai ishte agent i sigurimit? Absolutisht, po ishte pjesë e bandë. Ishte futur. Ai kur vra Bardhok Biba, ai ka qenë pjesë e kësaj e qetës Puk Mirdit, edhe kur vra Bardhok Biba ai është betuar me varrin e Bardhok Bibës që do marr hak. Pra i betuar. Po, betuar. Pra babai i tij ishte barajtar i Mirdis dhe ai kishte hik në Itali. Po. Dhe bandës i kishte lënë një fishek që ku ta gjeni vrit një djalin tim sepse është me dje komuniste. Domethënë filmi që nga real. Shumë real. Atë skenar duket kush e ka bë ka shku Mark Dodani, kush e ka. Mark Dodani? Ai është shumë real. Ai film, ai skenar është? Ai hyrin band si pjesëtari i sigurimit, ka qenë një moshë fare të re, mund të ketë qenë një moshë maksimum 22-23 vjeç, nuk ka qenë më tepër. Po. Edhe hyrin band, edhe pastaj ju dha, nuk u vra, ju dha, mori vizën që për shkonte në Itali. Shkonte në Itali, ke babaj vetë në atë kohë, u zhvilloshin këto provokacionet që bashin Amerika e operacioni i famshëm, edhe shumë kishte bazë edhe në Itali. Edhe ju tha që shkonte të babaj vetë për të zbulu diçka atje, mirë po në gjoj se do të vrit edhe dhe tjetër drejtues kryesorë të rrethma si ishte vra Bardhok Biba. Dhe i lajmëroi. Edhe ai nuk lajmëroi, ajo u kthy prap, u kthy në band. Edhe në përplasje aty nuk jepet hall tash, o është vrap. Se sigurimi nuk e dinte që aja është në bandë. Sigurimi dinte. Kush e dinte? Vetëm Kadri Azbiu? Ate mund ta dinte vetëm, po them, Enver Hoxha me qeve Kadri Azbiu. Vetëm këta tre? Edhe kryetari Deks brendshme. Mirditës. Se ka një thanje kur është vëra Palmelyshi. Aty në Rreshen ka qenë është një lumë, quhet lumi Zmes. Aty i varrosni, aty në breg lumit, në Zhavor, to si vritëshin. Dhe Palmelyshi ka shku aty si bandit, i vra, bashkë me banditet. Se në fillim aju u varros si bandit? Si bandit. Sa din dhe i ti? Ka 7 vjetë. I varrosu? Po 7 vjetë, ta themur një historinë. Një mirditor aty, pa përgjithshëm, i ka ra në shqelm këti. I ka ra me kam nga koka. Kryetari Deks brendshme të atëherë, jo me dashje, si ishte, a e diti qa kriminel, nuk e dinte qa... Kufom në këtë. Kufom, po realisht mirë ditë, edhe po t'ishte kriminel kufoma nuk preke. Ishte arrepsisht ndaluar. Pa i pse, bërë? I pa përgjithshëm, se që bëjnë nga i herë shumë kush, ose mu duk ma katolik se papa, gjëja mu. E kupton. Edhe kryetari Deks ishte Sulmanoku, ishte nga Vlora, e ka për kraho, i ka thënë turp të kesh. Theve rritin e Mirdita nuk e prek kufomën. Edhe kur e vret, larkë qoftë e vret vetë, a e kthe për smari, bjen për myrë se kthen për smari, edhe nuk e prek me dorë, nuk e godet, adaj që e ka hasën. I kanë internu nanën edhe 2 vëllezërit. A ti? Po, ja kanë qenë në Vlorë. Motra vetë ishte në shkollë tregtare në Vlorë, nuk e gjetën atë, edhe ajo mbeti pa u internu. I kanë internu në Tepelen. Në kryet e 7 viteve, që kanë qenë në Tepelen, i varrosën në Rreshen. Në këtë 7 viteve, ka shku Kadri Azbiu vetë, ka marrë nanën e Palmelyshit edhe 2 vëllezërit. Dhe kur ka në lushnje, e ka pyte jama, i ka thënë, kum që? I ka thënë të Enver Hoxha. Jo, i ka thënë. Unë jam nana krimineri, që dhe më që është Enver Hoxha. Jo, i ka thënë Kadri Azbiu, ti e nana shokut tim dashur. Edhe të nesme në abonë, që mas disa ditë, që abonë Cërvëje në Rreshen, ku a shpalë heroj popullit, dhe amarra vendosë në varrëzët e dëshmorëve. Po mi si e priti Mirdita këtë kapërcim ka ishtë masë? Nga kriminel dhe diversant në hero? Po atëherë u sjarun gjërat, po thanë se si ka qenë veprimtaria gjithë. Ti ishe i bindur vetë? Ti ishe i bindur vetë se ti ke qenë kryetar komiteti? Absolutisht 100% i bindur. Që ai ishte i sigurimit? Që ai ishte i sigurimit, po nuk diskutohet që ishte i sigurimit. Tani kam një pyetje kështu thelbësore. Kush ishin heronjt? Ata diversantët që donin të rrëzonin regjimin komunist apo këta po themi të sigurimit dhe të kufitarët që nuk i lejonin ata të ndronin regjimin? Të mund diçka që basa e kam thënë rrethet ngushta, po se kam thënë publikisht. Po, patjetër. Mirë. Atëherë, si kudo në Shqipëri, lëvizja komuniste erdhi si diçka e re dhe praniu për kërë gjithë rinia, moshare shkoj doli partizan, u bon 70.000 partizan të luftuan
për çlimin e vendit. Në Mirdit, duke qenë shumë konservatore, me influencë shumë të larta të baraqeve, ishte i qik ma mbyllur puna. Qeta parë që ja kriju ka qenë Bardok Biba, me ca tjerë, me qeta Puk Mirdit, madje, kur janë vrarë dhe herojtë e Vigut, pjesëtarët asaj qete. Atëherë, unë po e them që Mirdita deri në vitin 1920 ka histori shumë të lavdishme. Në vitin 1920 e këtej ka sa gjëra. E ke fjalën për Republikën e Mirditës? Po, nga Republika e Mirditës një që s'do të ndodhte kur. Vepra kujt ishte? Ishte vepra e Gjon Markagjonit. Ai ishte i pari. Po ai kush e sponsorizoi? Masa duket deri edhe larg. Edhe larg. Ke fjalën nga serb? Po, edhe larg. Masa edhe larg. E dyta, nuk kishte pse Mirdita të qohej me armë dorë kundër pushtetit. Pushteti kishte dalë nga lufta. Si që bëri balë turkut për 500 vjetë që nuk asimilua, nuk i bëni balë me luft, i bëni balë me diplomaci. Se jo me luft, sepse pytë të parendoria turke për i Mirdit. Sa ishte Mirdit, ata rafshon të kur donë të ajo. Se shumë kushton gjdo të turkur Mirdit që kishte male. Po gjdo të turku atëherë atje në majet Karabit të vërdalën, gjithë malet e Shqipërisë. Qa do të? Po Mirdita i qëndroj me... Mirditorët të ruajtën edhe fen katolike, që ka qenë feja të parë me tandari, du të pranojmë të... I bani balë Turqis, atëherë Mirdita nuk kishte pse, nuk du të lunte me armë dorë, du të lunte me diplomaci. Nuk du të lunte, sepse pagoj hareq Mirdita. Dhe ishte të pabesueshëm në gjithë kohën, vetëm vitet e vonë, të gjithë kuatët e kishte jabangjis, kishte Mirdita. Justifikoj ajo që bëri me që mas vrasjes Bardok Bibës që... A justifikojt